Aty nështë nuk do të mjaftojnë as fondet që i ka Qeveria Republikës Kosovës. Baza esenciale është edhe kontaminimi i tokave dhe kontaminimi i ujnave që jenë në mungesë të kolektorëve për pastrimin e ujna udzeza, si që quajmë. Është një problem tejet madhor që nuk kanë kapacitet me buxhetin e tyne me bo asnjë komunë. Dhe gjithashtu nuk mundesh me bo fshat për fshat i ka një kolektor, po ajo shkon në vijë bukur gjatë. Janë projektet kushtueshme, cilat besoj që aty nështë nuk do të mjaftojnë as fondet që i ka Qeveria Republikës Kosovës, së mundet komplet mjetet mi dërgu aty, po ka projekte që janë edhe nga Bashkimi Evropian, po edhe nga Qeveria, edhe aty u pununa drejtim për me u bo. Pra, i thëm zonjës Pacollit që komunat nuk kanë kapacitete me ndërtu impjante për pastrimin e ujna udzeza. Jenë keq. Dhe prandaj edhe këta nuk duhet po. Ato që e kësha lut zonin Pacolli, është që nuk është konë as mirë në kalumen që investimet i kanë bo vetëm në komunat që i ka udhëheqë veveja. Po të shikojnë edhe këto komunat që nuk i ka udhëheqë veveja.